Me biciklet prej Stuttgartit në Mekë. Një udhtim jashtëzakonshëm për një qëllim të shenjtë. Një i ri aventurier, Burak Ozturk, ja ka mësy me përshku 6.000 kilometra prej Gjermanisë e deri në Mekë për me kry obligimin e shenjtë të haxhit e kjo me biciklet. Për ma shumë se 25 dit, Buraku qohet herët në ora 8 edhe kryen rrugtimin para iftarit, e i bjen me i kalu gjatë ditëve kështu 80 deri 100 km për dit, e gjatë rrugës i bjen me taku njerëz ndryshëm, me vizitu qytetet të ndryshme, edhe kulturat ndryshme që faktikisht gjithë e përkrahin në rrugtimin e tij. E një prej ndalesave të tij të veçanta ishte edhe Prizreni, ku ka kalu jashtëzakonisht mirë edhe mikpritja ka qenë fenomenale. Në një prej intervistave që ka ja për televizionet lokale, ai është shpreh se nuk kam frikë nga ky udhtim, sepse e di që Allahu më mbron. Rrugës takoj vëllezër e motra që më presin, më ndihmojnë dhe më shoqërojnë, ndaj ndihem i sigurt. E mbi gjitha, Buraku e don shumë Kosovën, e veçanërisht Prizrenin, ku është shpreh që ndihet si në shtëpinë e tij. Një rrugtim që nuk është veç fizik, po edhe shpirtëror për Burakun, i mbushur me sfida edhe histori që kam i mbajt mend padyshim.